A që e po të con Ibn Kajmi, I cili thot se Allahu Azza wa Jell ndonjëri I sprovon robët të vetë për ta nxjerrë një lloj loti që nuk del vetëm pas dhimbjes së thellë. Ashtë një lloj loti që nuk ka mundësi të nxjerrët, ky lloj loti vëllezër të ndershëm. Vetëm atëherë ku gjegen e qish I themi shpirti. Mirë po çfarë ndodh Ibn Kajmi siç thot, Allahu I sprovon disa robë të vetë që të nxjerrë këtë lloj loti nga thellësia e shpirtit të tyre. Dhe ky lot ku të pikojë dhe ku të nxjerrët, thot Ibn Kajmi, çatëherë qetësohet shpirti, çatëherë kënaqet dhe dëfrohet dhe gëzohet zemra, çatëherë nefsi pushon vëllezër të ndershëm. Por atë Ibn Kajmi thonte, loti ma I shtrejt dhe ma I çmuar dhe ma I lartë, a loti gëzimit. A dini përse vëllezër të ndershëm? Nga se thonte Ibn Kajmi, loti gëzimit nuk rrjedh vetëm pas sabrit dhe pas durimit dhe pas shpresës të madhe në Allahun Azza wa Jell. Pra këto ishin ata burra që cilët patën durim të madh vëllezër të ndershëm, patën shpresë të madhe tek Allahu Azza wa Jell. Pasi mbar bota I bojkoton, pasi mbar bota I tradhtoi, pasi mbar bota vëllezër të ndershëm I la të uritur, të etur. Pra këto ishin ato lotët e shpresës në Allahun Azza wa Jell. Dhe lotët e durimit, këto janë lotët më të shtrenjta, këto janë lotët e arta vëllezër të ndershëm. Parat edhe këtë nënvizoje me ndëgjoje me vëmendje që thot Ibn Jauzi, po ashtu e potencon dhe Sufjan e Thauriu I cili thot, nëse has në një lot të gëzimit që del pas provës, dije se Allahu Azza wa Jell është I kënaqur me ty. Nëse vëren dhe një lot gëzimi pas provës të madhe, dije se Allahu Azza wa Jell a për gëzim që Allahu t'ka pranu. Pra na shpresojmë që Allahu Azza wa Jell gjihadin e tyre, sakrificën e tyre, rezistencën e tyre, Allahu Azza wa Jell që ja këtë pranu.